Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument do të trajtojmë problemet që kanë të bëjnë me përditshmërinë ekonomike të gjithë amerikanëve dhe shqiptaro-amerikanëve në këtë mes, që ka të bëjë me të ashtu quajturin affordability, do të thotë aftësinë e klientit për të qenë i aftë për të blerë dhe për të bërë një jetë normale me nivelin aktual të çmimeve dhe të pagesave të tjera. Do ndalemi më tej edhe tek një fenomen i ri, tek akauntet që disa kompani po përpiqen t'i japin fëmijëve në moshë të njohur që kur të bëhen në moshën 18 vjeçare jo vetëm të kenë lidhje me sistemin ekonomik por njëkohësisht të kenë edhe një bazë për të vazhduar universitetin apo për të pasur para në 401 kënd në këto depozitat e fëmijëve. Është një dukuri mjaft interesante, ka filluar mbi baza vullnetare me donacione nga kompanitë e mëdha. Kam këtu drejt për drejt profesorin Klajdi Blegu nga Universiteti South Bend në Indiana. Zoti Klajdi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Problemi i affordability ka dalë tashmë nga problemi i akuzave të ndërsjellta politike dhe është për një problem për nivelin e jetesës së njerëzve, i prek njerëzit në aftësitë e tyre për të paguar mjetet kryesore të jetesës. A ka këtu një rënje të nivelit të blerjes, sepse ka dhe një paradoks në të shtunën, në të premten, që është e premtja që thonë kur blehen të gjithë pajisjet elektronike, kësaj here ishte një rekord në blerje. Pra, njerëzit kanë apo s'kanë para? Është interesante. Në qoftë se shohim ajo që do të vëmë re është që shoqëria është ndarë në dy grupe. Janë ata që kanë të ardhurat të larta dhe ata që kanë të ardhurat mesatare dhe të ardhurat të ulta. Kryesisht ata që kanë të ardhurat të larta dhe mbi mesataren ata që edhe në mesatare por mesataren e lartë ta quajmë, janë nuk është se kanë problem shumë për momentin. Problemi i madh është me pjesën më të, si të thosh, me të ardhurat të ultra dhe mesatare të shoqërisë. Mund t'ju jap një statistikë për ta kuptuar më drejt. Që pas Covidit, 80% e atyre le të themi me të ardhurat më të ulta e shoqërisë, pothuaj nuk ka patur rritje rroge. Në çfarë kuptimi nuk ka patur rritje rroge? Pasi e përshtatin për inflacionin. Pra, nëse marrim parasysh rritjen e çmimeve, për 80% të shoqërisë pothuaj nuk ka patur asnjë përmirësim në rritjen e rrogës për shkak se çmimet janë rritur shumë shpejt dhe edhe nëse rrogat tona janë rritur deri diku, ato ose janë aty afër që kanë balancuar rritjen e çmimeve ose për një pjesë kanë mbetur mbrapa. Kjo do të thotë që një pjesë e mirë nga ne blem më pak sot se çfarë blinim para Covidit. Dhe kjo e bën të ndjeshme shumë këtë gjë sepse është një fenomen që po vazhdon për 4-5 vjet dhe njerëzit vazhdojnë të ndjejnë më shumë. I shtojmë kësaj njëkohësisht edhe problemin me blerjen e shtëpive, që është një problem që është akoma, si thua, edhe më i madh se disa nga këto problemet e tjera, sepse blerja e shtëpia është shumë e vështirë se blerja e disa gjërave më të vogla në përgjithësi. Problemi do të flasim për atë që në gjuhën ekonomike quhet shporta. Domethënë shporta ushqimore, ajo që i duhet familjes për të jetuar. A janë rritur nivelet e çmimeve në atë mas sa të shihet si problem kjo affordability dhe të kaloj si problem ekonomik që në fillim kishte mbështetjen e Trumpit, tani po mbështetet nga demokratat për të kundërshtuar Trumpin. Si qëndron e vërteta në këtë mes? Realiteti është që çmimet kanë vazhduar të rriten. Ato nuk po rriten aq shpejt sa që rritën gjatë administratës Biden, pra nëse marrim mesatarin e rritjes të çmimeve gjatë administratës Bidenin dhe shohim sa po rriten tani, rritja e çmimeve është më e ulët, por rëndësi ka që po rriten. Gjithsesi, ajo që ka shumë rëndësi për njerëzit nuk ka sa rriten çmimet, ata shikojnë nivelin. Ata shikojnë që para 2-3 vjetëve mund të blinin, le të themi, me $100, kur vinin në një supermarket,
merrni një sasi malli të caktuar dhe kur vjen sot me njëjtën shumë lekësh marrin shumë më pak. Pra njerëzit nuk ka nevojë, nuk përqendrohen shumë tek sa rriten çmimet në një vit të caktuar, ata shikojnë cili është niveli. Dhe ky është ndryshimi që politikanët mundohen të kapin. Një pjesë mundohen të kapin sa rriten çmimet, pjesa tjetër kap cili është niveli. Dhe niveli fakti është që niveli vazhdon të rritet dhe ajo që tham pak më përpara është për një pjesë nuk rritja e rrogës së tyre nuk e ka mbuluar ose është aty afër me rritjen e çmimeve. Pra janë në të njëjtin vend ose disi më keq sot, pra mund të blejnë më pak sot se çfarë mund të blenin 5 vite më parë. Kjo ndodh pse nuk indeksohen çmimet me nivelin e inflacionit apo jo? Jo, çmimet janë pjesa e inflacionit. Ato kur rriten çmimet ndryshon dhe inflacioni. Inflacioni ato kap çmimet. Çmimet nuk është se janë të lidhura drejt për inflacioni, janë të gjitha çmimet mund të themi të marra së bashku dhe kur ato rrit në përgjithësi rritet dhe inflacioni. Pra janë në njëjta gjë deri diku. Tani, disa çmime rriten më shpejt se inflacioni, disa çmime rriten më ngadalë. Kjo varet nga natyra e tregut dhe për çfarë produkti po flasim. Por ajo realiteti është që çmimet vazhdojnë të rriten. Edhe pse administrata për shembull që ne jemi tani, po mundohet para pak ditësh një postim të presidentit Trump, ku i kundërvije një investitori që është i djathtë, faktikisht është vërtet i djathtë në fakt. Jo si fatkeqësisht administrata që shpesh nga njëri djathtë nga njëri majt, dhe i kundërvijej sepse ky thoshte që janë rritur çmimet, presidenti Trump thoshte nuk janë rritur çmimet. Dhe merrte disa shembuj që kanë rënë çmimet. Patjetër që ka disa shembuj që kanë rënë çmimet. Problemi është në total çmimet janë rritur. Edhe gjatë administratës të tij. Janë rritur më pak se që u rritën gjatë administratës të Bidenit, kjo është e vërtetë, por nuk mund të themi në mënyrë absolute që çmimet kanë rënë. Disa çmime kanë rënë, por në total çmimet kanë vazhduar të rriten. Po mirë, si e shpjegoni atë kontraditën që thash në fillim se Black Friday ishte maksimalja gati 11 miliard dollarë këtë vit. Nëse është problemi kaq shqetësues për mallrat, pse duhet të rriten? Pse duhet rriten blerjet? Domethënë njerëzit s'kan frikë të blejnë, apo kanë para, apo si e shpjegon se ka një konflikt këtu? Shiko, ka shumë faktor. Unë nuk e kam ndjekur në shumë detaj, çdo detaj të asaj që ndodhi në atë Black Friday. Megjithatë është e vërtetë që shitjet ishin të paktën shitjet ato të dhënat e paraprake që kemi parë, është që ishin në një nivel të lartë, por do të kemi parasysh që ka shumë faktor në këtë mes. Një pjesë e madhe patën ulje shumë të mëdha. Pra, ajo që kam parë unë që pati ulje edhe në produkte që normalisht nuk ka gjatë këtyre shitjeve, gjatë Black Friday. Dhe kjo mund të ketë ndikuar, kur ka ulje dhe njerëzit shtyhen, nëse do ta blija diçka pas një jave, pa pas një muaji, nëse sot e ka ulja, edhe është një produkt që unë e përdor ditë për ditë ose një herë në javë, atëherë po e marr gjatë Black Friday sepse ka një ulje. Kjo mund të ketë ndikuar disi. Ana tjetër do të kemi parasysh është që një pjesë e madhe, një pjesë në rritje e popullsisë blej shumë me atë që e ble sot dhe paguaj nesër. Pra, blejnë dhe janë këto kompanitë e reja financiare që të lejojnë që ta paguash me 4 apo 5 pagesa. Këto e bëjnë më të lehtë blerjen, por kjo tregon nuk tregon që ka më shumë fuqi blerëse, thjesht tregon që njerëzit janë në një siklet më të madh, nuk kanë para sot dhe po i blejnë dhe ta paguajnë me kalimin e kohës. Problemi me këto blerje është që nëse ne nuk e paguajmë gjatë periudhës të caktuar, atëherë fillon paguan interes shumë të lartë. Dhe mund të ketë ndikuar edhe kjo deri diku. Patjetër do të kemi parasysh edhe faktin tjetër që është fakt shumë i rëndësishëm, është që është edhe politika. Është edhe politika në mes. Megjithatë, njerëzit janë të shqetësuar. Sado që politika mundohet ta deformojë gjatë administratës të Bidenit, ata munduan ta mbulonin rritjen e çmimeve, mundonin ta minimizonin ata, por nuk mundën sepse njerëzit nuk duan t'ia dinë. Xhepi i tyre është shumë i rëndësishëm dhe shumë i dukshëm dhe çfarë ndodh me xhepin e tyre. E njëjta gjë po ndodh edhe nga administrata që kemi tani, sepse fatkeqësisht ajo që ne kemi bërë është që mendojmë që shteti duhet kontrollojë gjithçka. Dhe mendojmë që shteti i kontrollon gjithçka. Dhe kur mendojmë këtë, bën gjithmonë shteti mbetet me faj. Ka apo s'ka faj shteti mbetet me faj. Edhe shpeshherë ka faj, por jo gjithmonë, sepse tregu nuk mund të kontrollohet gjithmonë nga shteti. Kështu që fatkeqësisht shumica e njerëzve mendojnë që shteti mund të rregullojë gjithçka, dhe politikanët i premtojnë që mund të rregullojnë gjithçka, dhe kur nuk e rregullojnë do të detyrohen më pasaj të mundohen të mbulojnë dhe të manovrojnë me politikën e tyre. Si shpjegon këto takimit e fundur që ka pasur presidenti Trump me prodhuesit e makinave për uljen e çmimit të automjeteve të prodhuara në vend, për
kufizimin e automjeteve elektrike, a mund të bëjnë kjo që të bien çmimet e prodhimit të makinave të reja apo të tregut të automjeteve? Këto janë për mendimin tim janë absurditete që nuk do të ndodhin në një ekonomi tregu. Por është ajo pjesa e politikës që sapo folëm, duhet bërë politik, duhet të bërë që ne po vëmë për një përpjekje për të ulur çmimet. Nuk ka punë shteti se çfarë çmimi ve privati. Privati do ta caktojë vetë çmimin, në sakt nuk e cakton as privati. Për çmimet në një ekonomi tregu i cakton tregu, pra kërkesa dhe oferta. Kur fillon ndryrën shteti, krijon probleme, vetëm probleme. Dhe ndryrët e presidentit Trump janë më shumë normal, kuptohet politike, është vazhdon ajo politika që unë po bëj diçka dhe po mundohem t'ju ndihmoj, por nuk zgjidhen këto probleme me ndryrjen e shtetit. Nuk zgjidhen sepse shkaktojnë probleme të tjera, ose mund të zgjidhim një problem, shkaktojnë problem tjetër dhe mbetemi me probleme, që rëndësi ka. Prandaj nuk isha gjë shumë pozitive, për këtë arsye po e thash pak më parë që presidenti Trump fatkeqësisht, si thua, ka një kem nga e majta dhe një kem nga e djathta. Shpeshherë sillet si i majt dhe shpeshherë sillet si i djathtë. Ka shumë elemente në veprimtarinë e tij që është djathtë, por ka edhe elemente që janë të majt. Po mirë, duhet ai është populist. Duke qenë populist përpiqet të plotësoj kërkesat e mbështetësve të tij, po dhe të gjithë elektoratit. Për shembull, ulja e çmimit të mishit të viçit, qoftë nëpërmjet marrjes apo blerjes nga Argentina, ai shërben drejt për drejt klientit, pavarësisht se është një masë që e merr qeveria në këtë mes. Po patjetër që na shërben, sepse do të paguajmë më pak, kjo është e qartë. Problemi është që ne nëse do të flasim për tregun e mishit, do të flasim pse është kaq i shtrenjtë. Shiko, çdo gjë që ndodh, në fillim do të gjejmë shkakun. Nuk thjesht do të gjejmë një zgjidhje, sepse nëse ne nuk ndjekim shkakun e problemit, atëherë nuk po krijojmë ndoshta zgjidhjen që duhet. Dhe patjetër unë jam dakord që për mendimin tim le të ketë mish të vijë nga do të mundet. Nuk prish punë sepse unë mendoj që tregtia duhet jetë e lirë. Megjithatë, ne kemi probleme me tregun e përpunimit të mishit në Shtetet e Bashkuara. Një nga këto probleme ka të bëjë me përpunimin e mishit. Dhe janë 4 përpunues kryesorë në Shtetet e Bashkuara. Dhe nëse mishi nuk kalon nëpërmjet tyre, nuk mund të shitet në një pjesë të madhe të supermarketeve për shkak të rregullave që shteti ka vënë. Okay? Është një kongresmen nga Kentucky, Thomas Massie quhet. Ai ka vite që propozon një ligj që ta bëj më të lehtë shitjen direkte nga fermeri tek ne, por lobimet janë të forta. Dhe presidenti Trump në vend që të mundohet të zgjidhë këtë, e ka përmendur disa herë, por nuk duket që ka një seriozitet për zgjidhjen e këtij problemi, në kuptimin e eliminimit të rregullave, jo ti detyroj këto kompani të ndahen apo gjë. Nuk ka punë shteti të ndryjë tek këto kompani, ama të eliminoj rregullat që i krijuan këto kompani kaq të mëdha. Dhe kjo do të sillte me siguri do të sillte një ulje të çmimit të mishit. Patjetër, njëkohësisht mund të bëjnë atë që ka bërë, hapjen e tregut dhe blerjen e mishit nga Argentina, nuk ka asgjë të keqe në kuptimin ekonomik të paktën normale, prodhuesit e mishit do të ndikohen nga kjo. Prandaj që zgjidhjet janë pak më komplekse dhe shpeshherë përdoren si politik dhe mundohen të mos bëhen zgjidhjet që duhen domosdoshmërisht, por zgjidhjet që duken që po bëjnë diçka.